Përshëndetje të dashur shikues dhe mirë se vini në një edicion të ri të emisionet për ju fëmijë Radio Kosova. Në këtë studio kaq të bukur, kam kënaqësinë të mirëpres një të rishëm ambicioz, energjik dhe sportdashës. I ftuari ynë sot është Atis Brajshori, një djalë që krahas futbollit të cilin e ka pasion, ai ushtron fitness, not dhe po ashtu tashmë e 4 vite ai ushqehet vetëm shëndetshëm, por për rrugëtimin e tij tashmë do të na flas edhe vet ai. Atis, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit edhe ju që keni pranuar që të vini në emisionin për ju fëmijë në Radio Kosova. Të lutem më trego më shumë rreth vetes tënde. Unë jam Atis Brajshori, i kam 15 vjet, kryej shkollën e mesme në gjimnazin Ahmet Gashi, gjimnazin shoqëror. Luaj futboll që nga mosha e re dhe dua shumë pasionin. Kam shumë pasion për futbollin dhe Pra, si lindi dashuria juaj për futbollin, pra me që dhe cike që e dën shumë dhe që e ki pasion? Dashuria ime për futbollin lindi që në moshë të re, ku baba im më frymëzoi të luaj dhe më ka mësuar me lu po ashtu, se po ashtu vet ka qenë edhe lojtar. Kur e kam pa ato duke luajtur, kam pas qef edhe në vet me lu. Në momentin kur e kam prek topin për herë, por më dashuru shumë top edhe halo kësaj dite e luaj me gjithë zemër. Pra që cikë në një moshë kaq të re, sa vjeç ke qenë atëherë kur ke luajtur me të për herë të parë? Në moshën 3 vjeçare, ja kom nis me lu futboll, me prek topin për herë të parë dhe halo kësaj dite vazhdoj të luaj dhe nuk e kam ndërmend të ndalem kurrë, për arsye se kam shumë pasion, e dua shumë. Pse e ke zgjedhur pikërisht pra ekipin pro futboll? Ekipin pro futboll e kam zgjedhur për arsye se trajnerat njihen përmes babit tim, po ashtu është trajner Bërim Surkishi, trajner kryesor, secili prej trajnerave pëlqen më shumë se tjetri për shkak motivimit që na japin, na mësojnë, na ushtrojnë shumë mirë dhe vetëm e gjej shumë rahat veten time në atë ekip për arsye luaj ato. Çfarë do të thotë për ty futbolli, Atis? Futbolli për mua me një fjalë gjithçka. Për mua është gjithçka futbolli. A është mirë, pra, është i mirë ekipi, trajneri, shokët, pra që luani ju futboll? Shumë mirë, trajnerat janë shumë mirë, lojtarët, bashkëlojtarët e mi kam shumë të mirë, shumë të respektuar, shumë të motivuar, me motivojnë njëri tjetrin me lu hala më mirë, edhe kështu e krijojnë një ambient shumë të mirë në atë ekip. Mendoj se është shumë mirë për shkak se përderisa e bën një punë duhet të jetë edhe ambienti ai që e bën punën edhe më të mirë, pra edhe vullneti, motive e të tjera. Pra ti si një futbollist që je, në cilën pozitë luan dhe pse e ke zgjedhur atë pozitë që luash? Unë luaj pozitën mes fushor për arsye se një ndër lojtarët e mi më të preferuar është Kevin De Bruyne, cilin ne kam këshir shumë dhe për atë arsye më ka motivuar me luat pozitë edhe luaj. Cila është ndeshja që nuk do të harrosh kurrë, pra që ti ke marrë pjesë në atë ndeshje? Një ndeshje të cilin e kam luajtur në kampionatin e kaluar që tashtë, u kanë një lojë kundër Elindjes, u kanë shumë lojë mirë për mua, pasi kam jap 3 golla dhe kam bërë 2 asistime. Atë, cili ka qenë edhe goli më i bukur që ti e ke bërë? Një ndër gollat e mi më të preferuar është një gol që kam jap prej faullit në një ndeshje para 2 viteve, kur kanë qenë pak më i vogël, u kanë një ndër faullat e mi të parë që kam shënu, atëherë shumë kam pas gëzim kur e kam jap atë gol dhe A mban mend sa golla i ke jap gjithsej? Si mes fushorë ne kam 10-12 golla çdo sezon që ashtu e bëj. A ka ndonjë festim të veçantë pra që ti e bën ose përndryshe edhe si një ritual pra masi që e jap gol ose përndryshe ndonjë ritual që e bëni para fillimit të lojës? Ritual jo fort, po festim që të më vjen me pasion prej zemrës që ato e bëj kur e pi gol që gëzona mas shumë ti. Cilin klub e mbështeti më shumë? Unë jam fan si Barcelonës, më pëlqen shumë Barcelona, loja Barcelonës. A ka ndonjë arsye, pra cili lojtar të pëlqen më së shumë ti pra në atë ekip? Aktualisht Pedri, për arsye se është me sfushor si on, më pëlqen stili i tij, më pëlqen edhe tiki-taka e Barcelonës, mënyra e lojës, por është vetëm Barcelona ka lojën më të mirë me po për sy. Dhe për këtë arsye këshyren e mas shumë të edhe më pëlqen shumë. Pra pasi ti që edhe je futbollist vetë edhe që ndjek edhe lojën e futbollit, me cilin pra futbollist të famshëm do të dëshiroje pra që të luash një lojë? Kisha pas qefën e shumë me lu me Kevin De Bruyne, që e kam shumë favorit, për arsye se kena edhe stilin e njëjtë dhe shumë më pëlqen ashtu. Si duket një ditë e zakonshme e një sportisti?
Okej, pra në dita jeme, qona herët në mëngjes, rregullona, pastrona, sa një por bëj pak stretching të lehtë, dali aktivizoj muskujt, ha ushqim shumë të shëndetshëm me proteina dhe karbohidrate, shkoj në fitness, bëj pak ushtrime të lehta me pesha dhe zakonisht mundona 3 herë në javë me shku në fitness, 3 herë në javë me shku në futboll dhe 1 herë në javë me inkuadru notin për shkak kondicionit që na vijnë si futbollista. Pra te ceke edhe në fillim të intervistës që i nxënës edhe i gjimnazit shoqëror Ahmet Gashi. Por lutem më trego dhe se si e balancon të jetën shkollore me atë sportive. Jetën shkollore dhe me atë sportive e balancoj mirë, për arsye se kam planin tim ditor çdo ditë që cilën e realizoj, i kam të ndonë me orarin e ushtrimeve, orarin e mësimor dhe krejt i ekzekutoj në mënyrë të mirë. A është e vështirë ta mbash ti pikërisht këtë ritëm? Në fillim më ka duk pak vështirë, por kur e kap ritmin atëherë vetë bëhet rutinë. Vetëm e shijem pastaj. Pra pasi që ti the që në fillim të ka pra të është dukur pak e vështirë, çka të ka motivu pra ty më shumë që të vazhdosh pra deri në këtë pikë ku jete? Unë mas pari ku marr shumë motivim prej familjes, më ka përkrah maksimalisht dhe e motivoj veten çdo ditë që ëndrrën tem ta realizoj me punë dhe me disiplinë se ashtu duhet të bëhet. Cili është mbështetësi më i madh pra në jetën tënde? Familja dhe vetvetja. Pra te motivon edhe vetveten, përsi është ajo ndjenja pra kur te fiton një lojë edhe familja jote gëzohet? Është një ndjenjë e jashtëzakonshme, sidomos kur e lun atë lojë mirë, edhe ke kontribu shumë në atë lojë, ndihesh shumë mirë dhe është vetëm një ndjenjë e papërshkrueshme dhe shumë më pëlqen. Pra ne dim tashmë se edhe futbolli është një sport goxha i mirë, pra që ka disiplinë, motivim e shumë të tjera. Por çfarë të ka mësuar edhe futbolli për jetën? Futbolli më ka mësuar që mos të bi preje provokimeve të njerëzve, të jemi disiplinuar në çdo aspekt dhe vetëm vazhdoj përpara dhe mos të këshyri për mas, të krijoj veten, të bëj një ambient pak më pozitiv me vetveten, të motivoj vetveten dhe Pra ti e the që ambientin pra ku luan te ekipa jote pra është shumë e mirë edhe fryma ekipore. Si do ta përshkruaje ti trajnerin tënd me disa fjalë? Trajnerin tem me disa fjalë si do të përshkruaj, motivues, pak gazmor, bën pak e ndryshon ambientin, e bën pak më pozitiv në momente, por më shumë të motivues dhe shumë faleminderit për tina fal motivimin na jep neve. Burim Surkishish. Dhe po ashtu edhe krejt të tjerë. A ka rëndësi pra dhe ekipi për fitimin e një lojtare? Ka. Është shumë e rëndësishme shumë pra. Është e rëndësishme, po. Kush që motivon më së shumti para ndeshjeve? Mendoj se është pashtu edhe trajneri, pasi që e përshkruve atë edhe si një motivues. Por a ke edhe ndonjë shok pra që të thotë të vazhdosh sa më shumë, që të ka motivu, ose përndryshe a ke edhe ndonjë shok që ti e ke motivu që me vazhdo me futbollin? Gjithsesi bashkëlojtarët e mi, bashkëlojtarët e motivu me shumë me një tjetrin, por alo e japëm fjalë motivuese dhe kjo na ndihmon neve shumë që të fitojmë lojë, të jemi sa më mirë së bashku. Si ndihesh ti pra para se të filloj një ndeshje futbolli? Ta ndihesh në stres apo ndihesh krejtësisht i qetësuar? Në fillim të karrierës time futbollistike jam një i stresuar gjithë para lojës, po tu e kriju eksperiencën, tash jam gjithmonë i qetë para lojës dhe çdo lojë vetëm e shijaj. Pra mendon se nuk ke stres, por vetëm ke kënaqësi pra gjatë lojës që ti e bën. Pra përveç fitores ne e dim që edhe humbja është pjesë e jetës. A të ka ndodhur ndonjëherë që me humb ndonjë lojë? Kena humb lojë, po kur nuk kena zgënjy, gjithë kena mojt kokën lart. A ka çfarë ndjesie ka qenë ajo pra? Po kur humbën nuk është ndjesi shumë e mirë, por është vetëm mësim për herën tjetër që me ushtru më shumë, me marr pak më seriozisht veten edhe me lojën tjetër më mirë. Çfarë bën më njëherë pas ndeshjes të një loje, pra mbasi e mbaron lojën, çfarë bën ju pra si ekip ose ti vetëm? Unë personalisht kur mbaroj lojën, mundona që të shkoj në shtëpi, të ushqehem sa më mirë me proteina dhe me karbohidrate. Për arsye se rikuperimi është shumë i rëndësishëm për trupin e njerëzit. Para se me flejt, gjithmonë pi magnezium, bëj stretching të lehtë dhe ditën tjetër nuk ndiej lodhë fare. Pra ti e ceke që në fillim të intervistës e ceka që pra ti tashmë e 4 vite konsumon vetëm ushqime të shëndetshme. Pse e zgjodhe ta bësh pra këtë gjë? E zgjodha për arsye se
kur jam kom pak më në moshën 19 vjeçare, që atëherë, jam kom pak më mbi peshë, edhe nuk më ka pëlqy vetja jem. Kom po njerëz influencera online që e kanë pos shumë jetën e mirë, ndihen më mirë, kur e mojnë veten më mirë, edhe çaja më ka motivu mu, edhe ja kom po hojrin shumë mirë, për arsye se edhe më ndihmon me përformu mirë në lojë, edhe më një mirë vetë në jetën e përditshme. Do me thonë që kjo të ka ndihmuar shumë pra dhe në jetën e përditshme, pra të ka motivu më shumë të ka jep disiplinën më shumë. Por çka do t'ju thojë edhe njerëzve që duan ta nisin pra këtë gjë të konsumojnë vetëm ushqim të shëndetshëm? Veç që ju kisha thonë veç nisni edhe shihni vetë që shumë është mirë, keni mundi shumë ma mirë, edhe mos keni monal, veç keni me vazhdu ashtu. Çfarë ushqimesh konsumon ti më së shumti pra? Mas shumë të konsumoj vezë, do me thonë mëngjezin tem gjithë me 6 veje filloj gjithmonë, filloj me një gotë qëmsht, çdo ditë lloje të ndryshme të mishit, të pulës, të peshkut, perime të ndryshme, të rshër, përgjithësi vetë ushqime që i vyjnë trupit të njeriut, si me vitamina, si me proteina, si me çka do. A ke ndonjë ushqim që ke hequr ti plotësisht? Plotësisht nuk e kom hek asnjë ushqim me thonë kështu plotësisht, se ku pas kohë na herë e konsumojna, po plotësisht jo. A të ndihmon kjo pra edhe në performancat e tuaja? Po, shumë më ndihmon. Përveç futbollit, pse të pëlqen edhe fitnessi? Po më pëlqen se për arsye se këto dyja ndërlidhen shumë me njëra tjetrin. Se kur ja kom nis fitnessit për herë të parë, kom një fizikisht jam kon më i mirë, kondicionin e kom pas më mirë. Më ka ndihmu shumë edhe për futboll. Përveç fizikisht që të ndihmon pra fitnessi, a mendon se të ndihmon edhe mentalisht pra? Po, më ndihmon shumë edhe mentalisht, për arsye që ma jep një farë lloj vetbesimi, edhe kjo më vjen shumë, domethënë. Pra ti atë si një djalë i cili jeri në moshë, por bën edhe aktivitete të shumta, pra si futbolli, fitnessi, për më t'rego edhe më shumë edhe për notin. Noti më pëlqen shumë, gjithë domethënë e kom pas si hobi. S'po njerë njoftë më nona bile provoj me shku në natë, se më vynë shumë për kondicione, për gjithë shka që është për futbol, gjithmonë kom pas jap me notu dhe më pëlqen. A jeti një pra në test i mirë? Tuk maj me thonë që jam shumë i mirë, po di dhe shfrytëzoj mirë, so për kondicion më vynë shumë edhe më pëlqen. Besoj që nuk jam edhe qas i keq. A je fillestar në natë apo ke tashmë disa vite? Ja, jam pak më mirë se fillestar. S'moj me thonë që jam shumë i mirë, veç mirë jam, s'jam qas keq. Pra tani është një pyetje edhe shumë interesante, pra që i përshtatet edhe karakterit tënë. Nëse nuk do të ishte pra futbollist, çfarë sporti tjetër do të zgjedhje? Unë kisha zgjedh not, besoj. Notes. Pse jo ndonjë sport tjetër siç është volejbolli, basketi, ai provon edhe këto sporte? Di me lu, po s'është që jam të rekin shumë si futbolli, po cilën e kisha zgjedh notin, se është i mirë për trup, është i mirë për mendje, për gjithçka, dhe këto e kisha bënë. A ke qenë ndonjëherë në garat notit pra? Ja, garat notit nuk kam qenë kur. A do të kishe dëshiruar që shkosh? Kisha dëshiru, pse jo? Pra mendon se kjo është një gjë shumë e mirë. Por si e kalon ti kohën e lirë, pra me shoqëri ose me familje, sepse përveç disa gjërave, aktiviteteve dhe punëve që ne i bëjmë, normalisht që është rëndësishme edhe koha me familje dhe koha me shoqëri. Unë e kaloj kur i kryj këto procedurat e mia, ushtrimet, fitnessin e këto, çajo kohë që mbetet, rri me familje ose dal me shoqëri, e shfrytëzoj këtë kohë të mirë. A të lutem të tregoj se cila është ëndra më e bukur që ti e ke realizuar? Ëndra më e bukur atë të cilët e kom realizuar unë, me futboll ka qenë ëndër kon kena shkuar në Suedi bashkë me ekipin pro futboll, u kon një ndër eksperiencat më të bukura që kom eksperiencu. Ka qenë shumë eksperiencë mirë, edhe kjo është. Pra, të ka pëlqyer shumë kjo gjë dhe pastaj e ke bërë në ëndër. Po çfarë planesh ke për të ardhmen ti atis? Plane për të ardhmen kam vetë të me vazhdu për para, mos me këshirë për mas, gjithmonë me motivu vetën edhe me arrit mojat më të larta në Evropë. Prap me futboll apo ju? Me futboll gjithsesi, me pasionin tim. Pra në imagjinatën tënde, ku është ti atisin pas 10 vitesh?
e shën në fushat e gjelbërt atë Camp Nou të Barcelonës. Të Barcelonës. Po. Ta shpytja legjendore që e bojnë pothuajse të gjithë me Mesin apo me Ronaldon? Unë jo me Mesin. Pse s'u ne kom vesh tash në tresin edhe të Ronaldos? E ke vesh, po Messi është Ma i mirë. Ma i mirë. Pse, pra, a ka ndonjë gjë që të pëlqen pikërisht tek ai futbollist? Unë pëlqen mentaliteti i tij, unë pëlqen gjithçka është. Ai bën këtë senet sakt. Çka do të thotë suksesi për ty atis? Pra, diçka që është shumë e mirë dhe që thua se do ta bëj atë gjë. Për mua suksesi është vetëm të bëj familjen time krenor, të bëj vetveten krenor dhe të bëj shoqërinë time krenor dhe vetëm të vazhdoj kështu. Pra, më rëndësishme është edhe familja pra që gëzohet gjithashtu edhe për sukseset tuaja. A ke edhe ndonjë vëlla apo ndonjë... E kam një vëlla më të vogël, vetëm një vëlla më të vogël. A luan ai futboll? Nuk luan futboll, nuk është shumë si unë për futboll, po ka shef me shiku edhe ai. A do të kishe pasur dëshirë që në të ardhmen edhe ai të bëhet një futbollist pashtu si ti? Dëshirë kisha pas, po nëse nuk ka shef ai me vazhdu me futboll, ka shef me diçka tjetër, atëherë është plotësisht e drejtë e tij me vazhdu me diçka tjetër. Po unë kisha pas shef. Përveç sukseseve ne e dim se jeta na sjell edhe sfida. Cila është edhe sfida më e madhe pra që ti ke hasur me të? Na sfidë shumë nuk e kom pas, përveç lëndimeve që do të më urujt shumë. Lëndimet kanë qenë shumë të këqija për mua. Një herë kur kom pas një lëndim ka gjatëron, por e kom të kalu let dhe kjo është sfida eme që kom pas mas shumë ti, nuk është në një sfidë shumë e rëndë. Inshallah edhe në të ardhmen nuk do të ketë shumë sfida të rënda, por siç e dim edhe na, jeta është plot me sfida. Unë jam i gatshëm u ballafaqu me çka do që është, po do të vazhdoj kështu. Shpresoj që asnjëherë më mos të lëndosh pra sa i përkat edhe lojës të futbollit dhe e cekë shumë mirë që jeta është plot sfida dhe normalisht që ato sfida duhet të ballafaqohen, duhet të tejkalohen, pra edhe nëse rrezohesh duhet të ngrihesh në këmbë. Diçka që ne kam parë pra edhe sa i përkat futbollit, se ndonjëherë edhe në këshyre, edhe pse jam vajzë këshyre, ndonjëherë lojat e futbollit, më pëlqen ajo mënyra për shembull se edhe nëse është pra kundërshtues në lojën, i ndihmon tjetrit kur rrezohet pra mu që prej ati vene. A të ka ndodhur edhe ty pra që të ndihmosh ndonjë kundërshtar që e ke pasur? Po, gjithsesi. Edhe nëse është loja tensionume, prap do të me pas sportivitet, me ndihmu një në tjetërit, njëna shok në krejt me zveti, edhe do të me vazhdu kështë. Pra mendon se nuk duhet të kesh inati me zveti, por duhet që ta pranosh ose humbjen ose edhe fitoren? Po. A ka ndonjë person që pra e meriton një falënderim të veçantë që ka mbështetur gjatë tërë eksperiencës tënde? Ka plot, secili prej familjarëve të mi, po mas shumë ti e falenderoj nonën, babën edhe gjyshin gjithsesi. Sa gjë e bukur është kjo pra dhe për krarja e tyre, po është pra atesti si një futbollist. Më trego edhe më për gjërat e më tutshme se çfarë cilësish duhet të ketë pra një futbollist. Cilësia por për mendimin tim është mentalitetin. Që se ki mentalitetin nuk mundesh me bëu kurrë. Gjithçysh do të më pas mentalitetin fitues. Sa një dytë do të më pas disiplinën edhe sa një tretë do të më pas angazhimin. Non stop më merr me futboll, me pas me atë futbolli edhe me vazhdu. Çfarë këshilli do t'u jap vetë edhe bashkëmoshatarëve që duan të merren me këtë sport? Unë këshill që kisha jap, vazhdoni, bëni 100%. Çado që bëni 100%, bëni me disiplinë, bëni mirë edhe veç vazhdo ashtu mirë. Nëse do ta kishe pasur një mundësi të ndryshosh ndonjë gjë në futboll, cila është ajo gjë? Unë nuk e kisha ndryshuar për veti kurrë, se futbolli është ashtu siç është, është perfekt në mënyrën e tij. Cili është momenti më emocionues që ti e ke përjetuar? Është kur ja kom nis për herë por me lu futboll. A është edhe ajo ndjenja kur të shikon familja nga fusha duke luajtur, edhe mundohesh me jap atë maksimumin tënd, a është ajo? Po shumë. Cili është edhe mesazhi që do t'u jap vepra të rinjeve dhe që janë edhe që duan të ushqejnë shëndetshëm, që duan të merren me aktivitete siç i bën edhe ti pra? Të rinjve një këshill prej meje, bëni mirë në këtë jetë. Bëni ushqeni veten me sene të mira, merrni me aktivitet mirë fizik, sepse trupi njeriu
është i vynë shumë kështu, do të gjithqysh më merë me vetë vetën, për arsye se duhet dhe është një ndër aspektet më të mira të jetës kur përformojsh mirë edhe vetë ndihesh mirë në jetë. Cili është qëllimi yt pra në të ardhmen? Qëllimi im është të vazhdoj me futboll, të arriti mirë me futboll dhe të bëj shoqëninë, familjen krenare. Por a ke ndonjë qëllim që ende nuk e ke arritur pra? Ka qëllime që ende s'kom arrit, do të haloj kam 15 vjet. Qëllimi jam do të më thonë, halos jam lojtar tamam profesional, kur jam lojtar profesional me thonë që kam bërë diçka. Ates faleminderit shumë që na zgjodhe pikërisht neve pra për të ardhur në këtë emision pra në Radio Kosova për ju fëmijë. Shumë faleminderit edhe për juve për ftesë.